طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Fikut, Umdetul Ahkam, baza dispozitave. Në dersën e kaluar kemi folur për agjërimin nafile, agjërimi më i mirë. Sonte do të flasim për natën e Kadrit edhe për itikafin. Abdullah ibn Omeri transmeton radiallahu anhu se disa prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam e pan në ëndër natën e Kadrit. E kanë pan në ëndër natën e Kadrit. Edhe thot, çka? Kjo natë e Kadrit ka qëllu në 7 ditëshin e fundit të Ramazanit. Kanë pa natën e Kadrit në ëndër dhe ju ka qëllu 7 neçi apo 7 ditëshi i fundit. Pastaj thot, tha pejgamberi alayhis salam, tha shok që ëndrat tuaja u përputhen me 7 ditëshin e fundit, andaj kush e kërkon këtë natë le ta kërkoj në 7 ditëshin e fundit. Këto hadithe vllazni janë hadithe të përgjithshme. Në fen ton islame kemi gjëra apo dispozita që janë të përgjithshme edhe specifike. Për shembull, nëse ne themi kur o zbrit Kur'ani në aspektin e përgjithshëm, thot Allah subhanahu wa taala, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Domethënë po na tregon që Kur'ani ka zbrit në muajin e bekuar të Ramazanit. Bukur, muaji i bekuar i Ramazanit është një muaj. Mirë, po në hadithe apo në ajetin tjetër na tregon që Kurani kur ka zbrit? Në natën e Kadrit. Për atë arsye ka argumente që janë të përgjithshme, pastaj argumente specifike. Dhe është normale vllazni, grupet e ndryshme me argumentet e përgjithshme mujnë me deviju. Ndërsa me argumentet specifike është argumenti më i specifik që ti mundesh mu argumentu me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Hadithi 201, Aisha radiallahu anha transmeton se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, kërkojeni natën e Kadrit në net të tek të 10-shit të fundit. Qëra, njëherë po thot 7-shin, apo tash po thot tek. A më thonë, ka dole po thjeshtësohet çështja, po do më tregu kur është vakti apo koha e natës së Kadrit. Se nata e Kadrit është çështje shumë e madhe vllazni. A ditë caktimet zbresin, a ditë kaderet zbresin, a ditë nëse ju i ngritni dur tek Allahu subhanahu wa taala, nuk kthehet bosh duaja jote. Për atë arsye 10 neçin e fundit na duhet me bo si pejgamberi alayhis salatu wasallam me shtrëngu izarin apo me shtrëngu rrypin, po themi kushtimisht edhe me janis ibadetet mi bo, sa më shumë me fal namaz, edhe me bo dua tek Allahu subhanahu wa taala. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit është nata e Kadrit është natë e shenjtë, natë madhështore. Dhe shumë fishohen atë natë veprat e tua. Në përgjithësi në Ramazan shumë fishohen. Për shembull, vllaznit që kanë firma të ndryshme, kanë para dhe arrin nisabin e dhënies së zakatit, çka bëjnë? Zakatin e japin në Ramazan. Pse shtrohet pyetja e japin në Ramazan? Shkaku që shpërblimit janë më të mëdha, po. Çdo vepër aty shumë fishohet dhe për atë arsye vllaznit do të thotë bëjnë vepra të mira. Thot çka shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot meritën, prestigjin më të madh të kësaj nate dëshiruan me ditë me saktësi. Ju ka interesu kjo natë. Se njëherë të vjen kjo natë, bovaki nuk e gjen çat natë. Duhet me pritet edhe 1 vjet tjetër. Mase na nuk e dim vitin tjetër a jemi gjallë? A nuk jemi gjallë? Para më noti pe lën një natë që ty po të pranohet duaja, që ndoshta ti ke bot tën kohën dua për një çështje të caktuar, e pelen atë natë. Thot çka dëshiruan ta dinin me saktësi kohën e saj. Për atë arsye Allah i madhruar me urtësinë dhe mëshirën e tij e fshehu atë për një urtësi. Është një hadith tjetër i pejgamberit alayhis salam që shikoni çka bën debati jo konstruktiv, edhe debati që i ngrit zonat. Muhamedi alayhis salam ishin sahabët edhe janë nisën me debatu për një ajet kuranor. Ky një ajet, bile ka thonë Muhamedi alayhis salam, debati me Kur'an, me ajete kuranore të gjujt, jo debat konstruktiv që nevojitet, domethënë që dëshirohet me arrit e vërteta, mirë po të gjujt me nefs, ka thonë Muhamedi alayhis salam, debati i tillë është kufër. Kjo rrezikshme është, çështje shumë e rrezikshme.
Edhe sahabët, na nuk po themi që ata kanë rënë në kufër, Allahu na ruajt. Mirë, po çka ata kanë debatuar për një çështje me rëndësi. Kur ka dal Muhamedi alayhi salatu wasalam, kur I ka po duke debatuar, di çka ju ka thonë? Ka thonë subhanallahu tha. Dola më ju kallëzu për natën e Kadrit, mirë po më hupi thot. Pimenës, caktimi I Allahut. Ma thonë çka sebeb u bët ju me një aspekt që debati juaj mu me më dal prej mendjes dita apo nata e Kadrit. Ma shikoni debati ju konstruktiv kur është. Shumica fillojnë debat në fillim fi sebilillah. Në fund çka? Fi sebilin nafs. A është ashtu? Fillon domethënë për hir të Allahut azza wa jall, pastaj çka? Munoshti me mujt nefsin tënd. Dhe hub pastaj, thot hub pastaj sinqeriteti. Kështu, sahabët thot po në ëndër se kjo natë ishte në 10 ditëshin e fundit muajit Ramazan, tha pejgamberi alayhis salam e shoh që ëndrat e juaja po përputhen me 7 netëshin apo 7 ditëshin apo 10 ditëshin. Andaj kush e kërkon këtë natë le ta kërkoj në 10 ditëshin. Për një vjet vllajem 350 ditë. 350 ditë nëse 10 ditë ja kushton. 10 ditë ja kushton ibadetit, e meriton Allah. Ti që jeton jashtë, s'po ku qatë 10 ditë që në munoju, mos me punu. Munoju mos me punu, pse se lodhesh Allah. Sidomos jashtë për shembull në Skandinavi jo shumë problem. Ka raste për shembull që në ora 11 bëhet akşami. Kur me fal teravin? Në ora 3, 2 bëhet në 2 sati bëhet syfyri. 3 gjys duhet më fal, 3 gjys ku e diunë sabajin. Kur me punu, kur me flejt, kur me asi, nuk e ki gjumin play pauzë ti aty. Andaj çto 10 ditëshin e fundit, sidomos, çto 10 ditëshin e fundit me I kushtu ibadet Allahut subhanahu wa taala. Ajo që ka më shumë shenja argumente për natën e Kadrit është nata 27 e Ramazanit. Ka argumente vëllazërinj për natën e 27. Po problemi lind a lëviz nata e Kadrit. Çto problemi? Nëse themi që nuk lëviz, e marrim si të mirë qenë natën e 27. Ubej ibn Kabi, një sahabi, thot, a doni më ju tregu kur është nata e Kadrit? Sahih Muslim është hadithi. Thot, ajo është nata e 27. Hadithi është sahih. Ubej ibn Kabi transmeton, më thon hadithin thot, nata e 27 është nata e Kadrit. Mirë, po për mi ik hilafit, mos marrëveshjeve, atëherë çka bëjmë? 10 ditëshin e fundit e bëjmë ibadet Allahun subhanahu wa taala. Mendimet e dietarëve, njëri prej tyre thot Imam Ahmedi rahimahullahu taala, mundësia më e madhe është nata e 27. Mundësia më e madhe është thot natën e 27. Ky mendim posedon argumente të fuqishme. Çfarë përfitojmë nga ky hadith? Meritën e natës së Kadrit e dalloi Allahu subhanahu wa taala këtë natë me ne të tjera, sepse ka zbrit Kur'ani, që ky Kur'an dhe në ditë gjykimit që është në dorën tuaj, ka zbrit natën e Kadrit. Dhe ti në qatë natë pe bën ibadet Allahun subhanahu wa taala. Paramena, pe bën ibadet Allahun subhanahu wa taala natë që ka zbrit Kur'ani tek Muhamedi alayhis salam dhe pastaj është përhapur edhe tek njerëzimi. Thot caktimin e çështjeve, zbritjen e melekëve, atë natë zbret Xhibrili alayhis salam, Allahu akbar. Zbret Xhibrili alayhis salam, zbresin melekët dhe ti kur ti ngrit durt nuk ta kthen bosh o vllai jam, Allahu subhanahu wa taala duan. Thot me një hadith tjetër, thot Muhamedi alayhis salam, që Allahu ti vjen turp kur e shen një rob pi përgjërot Allahut azza wa jall, pi ngrit durt, pi thot ja Rab, Allahu i vjen turp me ta kthy, bosh duan. Mirë po, a I vjen turp Allahut subhanahu wa taala me t'i kthy duart bosh, nëse ushqimin e ki haram, nëse rrobat I ki haram, shtëpinë e ushen haram apo në përgjithësi. Jo vllaja, ka hadithet pejgamberit alayhis salam. Një person me flokë të shprishur, do të thotë si t'ia pranoj duan I personi I cili ushqimi I tij është haram, fjetja e tij apo pija e tij apo gjitha pasunia e tij është haram, si t'ia pranoj një dua të tillë personit. Por ato është problemi të musliman që s'po pranojnë duat. Pse s'po pranojnë duat? Kontrolloj vetveten. Apo shtin haram në shtëpi nuk po shtin, apo përzin haramin sepse çështja e halalën dhe haramit është e qartë. Mes halalit dhe haramit ka gjëra të dyshimta. Thot kush I let dyshimtat e ka rujt fen Allahut azza wa jall. Bukur, shumica prej vllaznive apo besimtarve në përgjithësi pasuninë kanë halal. Mirë, po a jeto e përzi pak në përqindje aty me haram ajo?
Çtu duhet me kqyr vetveten. Do të me pas kujdes. Se ka raste bësh një mashtrim po vakim punën tënde, të përzihet dhe humb bereqeti pastaj. Humb bereqeti subhanallah. Përderisa po të humb bereqeti, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, nëse i shikon parat me centimetra, me milimetra, duke i ngjet tankon parët e tua, halal çiki po të humb bereqeti, lëre mo me fitu pasurin haram, me përzi. Sepse harami është i qartë vëlla, një person për shembull tankon e ka një dyqan vetëm alkool shet. Ai din që ka haram. Ama në esencë ki kompanin halal, po e përzin haramin, çto është pastaj rreziku. Çto është rreziku dhe të përzihet dhe humb bereqeti pastaj fatkeqësisht. Allahu apo thot autori i librit, komentatori thot, adhurimi në të është khairun min alf shahr. Ma khairit se sa 1000 muaj. 83 vjet me boj ibadet, ti për një natë e arrin qatë ibadet që e bën. Mirë, po qatë ibadet që e bën, a do të thotë që 83 vjet unë mos më falë heqa? Po shkojmë në qabe që aty 100.000 namaze, 500.000 namaze, mos po falim namaz. Jo, rëndësin po ta tregon, shpërblimin po ta tregon. Jo që ti duhet miliona të çështje tjera, apo ama rëndësia e madhe është sikur 1000 muaj ti me bo ibadet Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah me urtësinë dhe mëshirën e tij e fsheu këtë natë që njerëzit duke kërkuar të jenë të zellshëm në adhurim, pastaj thot mundësia e madhe është në 10 ditën e fundit apo më shumë edhe në natën e 27. Po ashtu është ëndra më e mirë është ëndra e vërtet. Këtu po e potencoj se Muhamedi alayhi sallam ka thënë ëndrat e besimtarëve në kohën e fundit janë ëndra të vërteta, dalin çish i shohish. Çish i shet ashtu del. Nisoj. Dhon ëndra të vërteta të besimtarëve. Edhe për besimtarët, çish në këtë botë ka përgëzime, mesazhe ju çon Allah subhanahu wa taala. Se pe dini, pejgamberi sa ka thënë ëndra është pjesë e shpalljes. Dhe më thonë, shpallja ka mbaru me Muhammedin a.s. Mirë po, ka dhe një shpallje tjetër që është nëpërmjet ëndrës. Ta qënë nëpërmjet me lajkeve Allah subhanahu wa taala. Që për shembull jetur gjunave, ta qënë Allah subhanahu wa taala se një lloj këshillimi. Që ki kujdes, ktheu tek Allah azza wa jall. Ose për shembull ki sprova të mëdha, ta qënë Allah një lloj ngushëllimi nëpërmjet ëndrës, apo një vllot shet ty në ëndër. Këto janë përgëzime qysh në këtë botë me lenë Allah subhanahu wa taala. Pëlqyeshmëria kërkimit të saj, nata kadrit është natë e begatshme që shumë fishohen siç tham shpërblimet. Ndërsa Ibn Taymije, Sheikhul Islam Ibn Taymije ka thonë me një thënie të vet. Thot 10 shi i muajit Dhul-Hijja. Thot është më i mirë se 10 shi i fundit të Ramazanit, ditës së Ramazanit. Dhe më thonë 10 ditëshi i Dhul-Hijjes është më i vlefshëm se 10 ditëshi i pjesës fundit të Ramazanit. Pastaj thot 10 shi i fundit është më i mirë se 10 shi i fundit i muajit Ramazan. 10 shi i fundit, 10 netëshi i fundit i muajit Ramazanit është më i vlefshëm se sa 10 netëshi i fundit të Dhul-Hijjes. Se dhe Dhul-Hijje veprat shumë fishohen, është mirë me agjeru në muajin e Dhul-Hijjes. Tani e kemi hadithin e 202. Ebu Sejid al-Hudri radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sa bënte itikaf. Itikaf është vet izolim me një xhami të caktuar për qëllim adhurimi. Më thonë, pejgamberi sa përveç Ramazanit ka boj itikaf edhe në Shawwal. Ka boj itikaf 20 ditë. Periudhën e fundit ka boj 10 ditë. Apo thot, bënte itikaf 10 ditëshin e mesëm të Ramazanit, që ka. Qërë njëherë 10 netëshin e mesëm ka bo Muhamedi a.s. itikaf, jo të fundit. Pse shtrohet pyetja? Vazhdon hadithi. Thot, deri në natën e 21. Thot, në të gdhir të kësaj nate, kur dilte nga itikafi, tha, kush bëri itikaf me mua, le ta vazhdoj deri në 10 netëshin e fundit, 10 ditëshin e fundit. Me të vërtet pash në ëndër këtë natë, se kur ishte me saktësi e më pas harova, thot. Më bë në ëndër, sikur po bëja sejdë në ujë dhe balt, në sabahun e kësaj nate, kërkojeni atë në 10 ditëshin e fundit, kërkojeni atë në netët tek, dhe thot transmetuesi atë natë rashi, xhamia kishte mburoj vetëm për hije dhe pikoj qatia e pash me sytë e mi pejgamberi sasam e shenjat e ujit të baltës mbi ballin e tij në sabahun e 21. Më thonë, çfarë do të thonë këtu? Që Muhamedi alayhi salatu wasallam nuk e dinte
dhe më thonë natën e Kadrit, dhe 10 e mesëm, dhe më thonë, nga 11, nga 10 dete 20 e ka bo. Jo nga 20 tek i 30 i fundit. Mirë, por në momentin kur ka por ëndër, ju ka bojë qartë që kjo natë e Kadrit është ka fundi i Ramazanit, atëherë në vitet vijuese që ka bo, e ka shty edhe e ka bërë 10 netëshin e fundit. Ka bërë në 10 netëshin e fundit, thot kuptimi përgjithshëm, thot pejgamberi alayhis salam bënte itikaf në 10 netëshin e mesëm, duke dëshiruar për me e kërku natën e Kadrit, thot pasi mendonte se kjo ishte nga 10 netëshi i mesit. Nga 10 netëshi i mesit. Një prej viteve që bëri itikaf si që kishte zakon, ishte deri në natën e 21, kjo ishte nata sabahit së cilës profeti alayhis salam dilte nga itikafi, dhe këtu kemi këtë hadithin që disa kanë thonë me natën e 21 ka qenë nata e Kadrit. Se ka ra shi. Një prej shenjave të natës Kadrit është edhe pikon ka pak shi. Edhe horizont ajo rrethi i diellit është lind parreze. Që tu kemi argumentin që po lëviz ka nata e Kadrit. Po mirë, hadithi Ubej ibn Ka'bit që ka thonë, vallaj, pju tregoj unë që nata 27, qysh me e bota, qysh me e kuptu. A ka dikush me më kallëzu, qysh më me thonë, që Ubej ibn Ka'bit ka thonë, vallaj, unë thëmë që konë natën e 27. Pejgamberi sa sa po thotë natën e 21, po mbas të shenjave. Qysh më me kuptu këtu? S'kam qenë me njëtin vit. Të më thonë ka pas lëvizje. Allah shpërbleft. Që kjo i bjerë. A i ka thonë 27, po se e ka po. E ka po dhe ka thonë, ti nesër e shosh natën e 29, edhe bësh një video, një foto, që? Ka disa video, i qesin për Facebook, prej 21 dhe 29, që për shembull, i qesin qysh lind dielli, parreze. Edhe thot, data 27, data 25, data 29. Me qëtë argument, shihet që nuk qenë ka statike e jo e lëvizshme nata e Kadrit. Pastaj thot Allah e bëri realitet, thot ëndrën e të dërguarit të vet atë natë rashi, nata 21. Është fjala që ka bën në 10 netëshin e mesëm. Thot atë natë rashi, xhamia ishte si çadër ose stre, hije shtyllat ishin prej trungu palme dhe çatia mbulur me dega palmësh, nga shiu xhamia filloi të pikoj e profeti bëri sejdë sabah në natës së 21 në ujë dhe balt. Pejgamberi Allahut, xhamia aty po pikon. Pejgamberi Allahut, shikoni xhamit tona, veç krahasoni xhamit tona. Që shikemi, me 100.000 euro bon, me miliona euro bon, ndërsa Muhamedi alayhis salam ka rënë sejdë dhe ka piku uji, subhanallah. Ka piku uji, edhe me ka pas një lloj rrëre apo ku e diune, thjesht dhe më thonë që më smerat direkt në llaç apo ku e diune. Tash e kemi kapitullin e itikafit. Itikaf nga ana gjuhësore do të thotë izolim apo vetje, ndërsa aspekti terminologjik është me qëndru në xhami nga një person i caktuar në formë të caktuar duke synuar bindjen dhe Allahut subhanahu wa taala. Mu vetëm mu. Është një mesele pak hilafie, mos themi hilafie, po një pjesë shumë e vogël e ulemave, të cilët thonë që nuk lejohet itikafi përveç 3 xhamiave. 3 xhamiave. Shumica ulemave thonë që lejohet me bëj itikafin në jashtë 3 xhamiave. Dhe këta ulemat, Sheikh Uthaymin Ibn Baz e ulemat e tjerë thonë fjala e Resulullit alayhis salatu wassalam nuk ka itikaf përveç të 3 xhamia, i bjerë që është më mirë mi bon këto 3 xhamia. Pjesa tjetër e ulemave thotë, po thot Resululli alayhis salam, s'ka itikaf, çfarë do të? S'ka itikaf jashtë 3 xhamia, edhe ky puna. El muhim e rëndësishme është që ka hilaf në këtë mesele. Gjykimi i itikafit është i pëlqyeshëm, nuk është wajib. Është mustahab. Është një vepër e pëlqyer që tek Allah subhanahu wa taala ngritesh me ibadet. Normalisht subhanallahu 10 net ti ki mundo pi dynjos. Pe këtë seneve ki mundo. Edhe pi gruz ki mundo. Ushqimin ta bin aty. 10 net për krejt, për marrëdhënieve intime, për krejt gjërave. Ara do ti tan ditën ditë e natë. Kime lexu Kur'an, ditë e natë kime bë dua, ditë e natë kime kon me namaz farzin kime fal me xhamat, edhe një prej kushteve është që më kon me një xhami ku falet 5 vakte. Edhe xhumaja, se të bjerë me shku me një vend tjetër, apo bukur, thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala në librin Al-Huda, thot thelbi së cilës është me okupu zemrën, mu veçu, me u vetëmu me Allahun subhanahu wa taala dhe me i braktis krijesat,
me i braktis krijesat, kënaqet me Allahun në vend të kënaqet me njerëzit, gjë që e përgatit për vetmimin e varrit. Është një lloj vetmimi subhanallah, kur ti e sheh je vetmu veç me Allahun tënd. 10 net, 10 ditë vetmuosh, të kujtohet varri, ke me shku vetëm në varr. Subhanallah, nëherë, a di çfarë roli lun tek shpirti yt, nëherë kur mediton njeriu. Me shku në shtëpi nëherë edhe mu mbyll vetë me një dhomë aty, edhe veç me meditu. Me thonë kem me dik, kanë me mqu, kanë me mshti në varr aty. Për mi varrit kanë me maqit për mi aty një ton dhej apo ku e diune. Pastaj kanë me mlon. Pastaj kanë marrë me lajket, me mpyt. Qysh ko me dhonë llogari? E pash një video subhanallah, e keni pa edhe ju besoj, ishin 2 veta, edhe pi thot thuj Allah, po thot Allah. Thuj Muhammed, po thot Muhammed. Kush është Zoti yt? Allah. Kush është profeti yt? Muhamedi. Kush është dini yt? Islami. Hajt tha tash mshile gojën edhe thuj Allah. Ja nisi me kajt. Veç i mshel në gojën edhe thuni Allah, muni me thonë. Atë në ditën e gjykimit Allah subhanahu wa ta'ala, kam ja mbyllë dhe gojat edhe sytë edhe krejt. Këtë kam ja mbyllë. S'kini me mujtë, po themi s'kan me mujtë pa besimtarët. A ditë një sejdë, subhanallah, që ti kime pas qef me ra sejdë, kur nëse ta mundëson Allah, pës ta mundëson as me pa Allah, se i verber kime qenë. Allah në Kur'an e potencon. Nëse ti në këtë dynjoj e kon i verber, para argumenteve, ti në ofru argumentet, i ke refuzu argumentet, jo që i ke refuzu, po dhe je bo pol me ata tu e luftu dinin Allah të zëvëgjel, a ditë sytë kanë me qenë të verber, s'kime po Allah në zëvëgjel. S'kimi të mirat e gjennetit, bjenë sejde kam të bloku shpina, s'kime mujtë. Sa jenë këtë dynjo bënë sejde vlaja, nisja namazit, sepse o shtyllë e dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Bëne një lloj prove, veç bëne një lloj prove mas dersit, mbyll në gojën edhe thuni Allah, kam ju dalë zoni Allah. S'muni me thonë. S'muni. Muhammed s'muni. Islam nuk muni. Po kam të mbyll gojë Allah. S'mush me thonë. Qysh bre s'po muj, po s'mush se s'ta mundson Allah me thonë. Qysh keni me jetu, qështu keni me di, ka thonë Muhamedi a.s. Pastaj, thot, është përmendur itikafi fill pas agjërimit. Pastaj thot dietarët e mëthebit Hanefi dhe Maliki thonë se itikafi është i sakt nëse shoqërohet me agjërim. Ky është mendimi i tyre. Disa prej dietarëve thot nuk është kusht. Për shembull mund të më koni smut, nuk mund më agjëru. Tash aty themi që s'pi pranohet itikafi? Jo. Më thonë këta e kanë mendimin mirë, po është mendimi gabuar, ndërsa thot Sanani thot se këta dietarë nuk kanë argument që të pohojnë apo të vërtetojnë se pejgamberi sa ka bërë itikaf veç agjërueshëm. Veç veprimi i profetit sallallahu alajhi nuk është argument që agjërimi të bëhet kusht për saktësinë e itikafit. Nuk thuhet kërkon në librat e fikut që kusht i saktësimit të itikafit është agjërimi. Nuk ka. Kushti i saktësimit çka? Duhet më konë me një vend ku falet 5 vakti, duhet më konë me një vend ku falet gjumaja, duhet mos me pas marrëdhënie, edhe më mbyll në qatë vend, qatë xhamin, qatë mesxhit, që kjo është kushti i pranimit të itikafit. Pastaj thot profeti alayhi salam ka bërë itikaf edhe muajin Shawwal, se na këti kemi mësu kishe vetëm në Ramazan. Edhe në Shawwal ka bërë Muhamedi alayhi salam itikaf. Thot çka dhe nuk ka ardhur në transmetim që të ketë qenë agjërueshëm, shiko. Nuk ka qenë në Shawwal agjërueshëm. Hadithi 203, Aisha radhiyallahu anha transmeton se profeti alayhi salam bënte itikaf në 10 ditën e fundit të Ramazanit deri në kohën që i erdhi vdekja, kështu vepruan më pas gratë që në transmetim tjetër thuhet se profeti alayhi salam bënte itikaf çdo Ramazan e kur e falte sabahun kthej në vendin e itikafit. Këtu i bie se mas vdekjes pejgamberit alayhi salam kush e pasoi Muhamedi alayhi salam gratë e tij që i bie që itikafi lejohet më bë edhe nga të tjerët, jo vetëm për Resulin alayhi salam, se kemi disa ibadete që kanë qenë në specifike fars vetëm për Muhamedin alayhi salam. Namazi natës ka qenë fars për Muhamedin alayhi salam. Ai çdo herë ka fal namaz natë. Nëse ne nuk falim namaz natë, as kemi gjuna. Është nafile për neve. E për to ka qenë çka? Ka qenë fars. Aq shumë ka fal namaz. Aq shumë ka qajt me dënes. Sa që të nxjerrja kur është uji që gurgullon, që ashtu është një zoni Muhamedit alayhi salam. Ja Resulullah, pse pjep çaq zor?
Aisha pi thot, ja Rasulullah, pse pi jep çaj zor? Thot Allahu subhanahu wa taala ti ka fal gjunat, edhe të kalume, edhe tashme po ti fal. Ti ka fal. Vesh një fjalë ja ka thon. Ja ka thon vesh një fjalë, thot, a mos t'jam rob falëndërues? A mos t'jam rob falëndërues? Nëse Allah mi pas ka fal krejt, edhe të kalume edhe të tashme. Pse mos t'jam rob falëndërues, pra që mi pas ka fal Allahu azza wa jall? Ju kanë oj kont Muhamedit alayhi salam. Ku çdo që mendon që mundet me pasu Muhamedit alayhi salam, çdo porë tjetër se ti gaban, s'unë pason. Për ata arsye Sheikh Albani, një prej argumenteve e cik për çështjen e 11 rekate që është mesele e gjonke, nuk po du me hi veç si detaj me cik. Nëse mendoni thot që mundi me pasu Resulin alayhi salam në zgjatjen e namazit, duke i shtuar rekatet, prapë s'mundi me arrit. Ju edhe në numër po e kundërshtoni Resulin alayhi salam, edhe në kohë zgjatjen e namazit po e kundërshtoni Resulin alayhi salam. Se disa kanë thonë, falin 20 rekate, 30 rekate namaz teravi, mirë po zgjate pak ma shumë, që pak a shumë i përngjarë Resulit alayhi salam, me zgjat namazin. Sheikh Albani ju thot, ju në dy aspekte e keni kundërshtu. Edhe në numër thot, nuk pe falni si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai nuk e ka falë mbi 11 rekate, po thot edhe në zgjatjet namazit. S'moni, ai surën Bekara e ka lexuar vëlla. 49 vaqe e ka lexuar. 49 vaqe di mi lexu shpejt e shpejt, mas pak ti e ki 1 orë gjys. Namaz natës Allahu Akbar, ka Abdullah ibn Mesudi, edhe ja ka nis mu fal. Hajde kryti surën Bekara, amena rasulu bima unzila ilay, deri në fund hajde ç'r më u kry. Në Ali Imran ka nis. Ali Imran e kryti nisa ka i. Tham shkoj mend diçka, tham e lë namazin, me dal pi namazit. 3-4 saat në qiyam vëlla, 3-4 orë me ne tin kom. Veç çështu që me ne, 3-4 orë, veç krahasoj vetë, a mundesh. Po tash të ajën kont. Andaj nuk mundesh ti me bo. Nuk mundesh me bo namazin e Resulit alayhi salatu wasalam. Veç. Kështu që spaku mundon numër mja qillu. Që thot Sheikh Albani rahimullahu taala, pa i u thon devijum njerëzve që i shtojnë mbi 8 rekate. Mos e keq kuptoni vëllazni. Ka plot për ulemave që e lejojnë, mbi 11 rekate me fal teravi. Pastaj thot pejgamberi sallallahu e bënte itikafin për t'ia qelluar natës së Kadrit, pasi e mori vesh se kjo natë ishte në një prej tyre, këtë adhurim ai krynte çdo vit. Çka përfitojmë nga ky hadith? Ligjësimin e itikafit, i cili është sunnet, që lakmohet pasimi, zbatimi i tij, dhe thot çka dobia është që largohesh prej dynjos, dhe thot itikafi është sunnet i vazhdueshëm, nuk është shfuqizu. Nga itikafi nën kuptohet që duhet mu largu prej marrëdhënieve intime, nga shitblerja, punët e dynjos, punët artizanate, të paksohen përzierjet me njerëzit, sepse kjo gjë bie ndesh me thelbin e itikafit, dhe për fund kushti i itikafit është kryerja e tij në një xhamin të fallet namazi kolektiv, namazi me xhamat, në mënyrë që të mos bëhet shkak ky adhurim për ndarjen apo shkëputjen prej xhamis me shku me një xhamin tjetër, deri në takimin e radhës me hadithin e 204. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.